Të patanat e kësa jove vim farë në fund për ju shikues të dashur, se me kë jemi marrë dhe qëfar kam bërë artistët tanë, besoj që do të kuptojmë bashkë në vazhdim. Ndjekim një nga një. I don't care about your money or your fancy car. Some people call me Bunny, I can shoot you like a star. Era e strejfit tashmë e ka ndërtuar emrin e saj në skenën muzikore botërore me super suksesin e Bomban. Por pa dyshim se kujdesi madh është kushtuar projektit pasues, Red Room, i publikuar pardje. Që këngat pëlqejtë të rezultoj si një tjetër sukses, armata e madhe personave të përfshirë janë njerëz të dëshmuar në secilin prej fushave përkatëse. I tillë është edhe Felix Snow, përqetësi për Red Roomin e erës. Producenti me të cilin këngëtarja ka bashkuar forcat në këngën e re është i njohur për punën e tij në projektet më dha, mes tjerash, spikasin 3 Strikes, punuar për linjën kozmetike të Kylie Jenner dhe kënga Gold nga Kiara, si hite me miliona dëgjime. Se do të ketë një sukses të ngjashëm, Red Roomi mbetet të shihet me kalimin e ditëve, ndonë se gjithë premisat të dërgojnë pa shumë dilema në një përfundim të tillë. Ishte bërë shumë zhurmë kur reperi Agon Amiga dhe bashkëshorti ati e gëzona syla i dha në fund relacionit pas skandal të bërë publik në media. Më pas, emri i njohur nga Baba Stars zgjodhi priven për të sqaruar ngjarjen duke akuzuar direkt modelin Afrodita Dresha për shkatërrim në martesës. Por, duket se krisja në marrëdhënie mes Agonit dhe Gëzonës ka qenë fatmirësisht e përkohshme. Prive nga burime pranë çiftit ka arritur të mësoj se dyshja i kanë dhënë lidhjes një tjetër shans duke u ribashkuar. Kjo vërejt nga postimet që Gëzona, e cila tashmë si bjonde, ka bërë në rrjetet sociale që përputhen saktësisht në kohën dhe në vendin me ato të Amigës në Gjermani. Tutje, dëshmitar okular kanë rrëfyer për prive se ata janë bashkë dhe janë parë edhe në Prishtinë dorë për dorë, më të dashuruar se kurrë. Urime çiftit e ju shkoftë mbar. Motra e vogël e Teuta dhe Memli Krasniqit, Bubulina, që dikur njeh si këngëtare, vitin e kaluar i dha fund veçarisë në një dasëm madhështore e mjaft private. Çifti i cili nuk jeton në Kosovë ka kohë që janë në lidhje teksa familjes së tyre po i shtohet edhe një antar. Bubulina tashmë është atzën dhe këtë e bën të ditur një burim i afër me të. Ajo dhe bashkëshorti i saj, sipas disa burimeve të prive, janë më se të entuziazmuar për pritjen e fëmijës të parë, e siç ka nisur përgatitjet e para për ardhin në jetë të foshnjës. Ua, po kjo Aurela prap me pushime mi. Sa pis që nga këtu. Se mon, këto udhëtimet që... Thomb, po rikthehet. Po kusha bën fotot Aurelës një tashi? Edhe më ngacmues. Kush nuk e njeh Aulonën dhe Fatman. Dyshja e pandashme e showbizit shqiptar me punën ndër vite, lirshmërinë e komunikimin pa dorashka kanë lënë gjurmën e tyre qoftë në gazetarinë e shkruar e qoftë në atë të ekranit. Në këtë të fundit, dy vajzat nga Shqipëria kanë lundruar shpesh në ujëra të ndryshëm, nga nisja në YouTube për të kaluar në disa televizione private. Aulona dhe Fatma bën Thomb, një magë që tashmë është gati për të nisur rrugtimin e ri. Pas disa muajsh në Top Channel, kaptina e re e emisionit do të ketë konak që nga java ashme në ABC News, saktësisht të shtunë në datës 4 mars nga ora 18. Me një shtëpi mediatike që ofron edhe më shumë risi, Thomb do startoj me përplot të reja, duke nisur me një intervistë ekskluzive me Barbara Antinin. Për të parën herë këngëtarja do të paraqitet në këtë emision pas degjes së vëllaut të saj Ergidivit. Falni, studiot e bëjmë mirë, po bëjmë to studiot e Thombit. Kështu e pafsha. Tendenca vëret që prej promos paralajmëruese të realizuar me shumë shije, me 3 personazhe, Ermal Mamaqin, Drini Zeqon e Aurela Hoxhën. Numërimi prapa ka filluar. Muaji mars na bën shumë më të ndjeshëm e më të lidhur sidomos me nënat. Në këtë fakt ndoshta dikon edhe festa e gruas me 8 mars. E pikërisht në datën 1 mars, Shkurte Feza dhe Gresa Beluli sjellin duetin e tyre më të ri me titull Nën. Kënga është punuar nga Edi Balili me tekst nga Hivzi Krasniqi, teksa klipi është realizuar nga Max Production. Gresa dhe Shkurta nuk është hera parë që sjellin këngë së bashku. Qyteti i Gjilanit ka nisur të ngjallët sa i përket botës së artit. Këtë e vërteton edhe stand-up komedia më e re nga aktori tashmë i njohur nga seriali Osamir Kushtrim Qerime.
Ky projekt është titulluar Kur Evropa vonohet, teksa pjesë e këtij projekti janë edhe 2 aktorë të tjerë përveç kushtrimit, Avni Shkodra dhe Ernest Zymberi. Teatri Gjinanit i hap dyert nga ora 20 të premte mbrëma për gjithë të apasionuarit pas stand-up komedis. Shkova. Jo nuk po shkoj, pa ju po shëndet për zemërsisht dhe pa ju falenderu që qëndruat me ne gjatë minutave të emisionit prive. Unë juftoj të vazhdoni edhe më tutje me emisionet e Klan Kosova, ne takohemi sërish bashkë të shtunën e ardhshme në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën vend. Një falenderimin posaçëm shkon për sponsorët tanë, të cilët janë Vala Forgji dhe Dum Dum Fitness Water. E ju miqtë mi të dashur, natën e mirë dhe ja kalofshit sa më bukur.